përshtypjen se... Apo lidhej me temi me frikën e një fqinje që po forcohej siç ishte Greqia? Të gjitha këto që ju sapo thatë qëndrojnë, sepse jemi në kohën kur në kushte normale çdo njeri që pretendon të vinë pushtet, po mbi të gjitha ta lën pushtetin, çdo njeri i formuar në këtë kohë dhe që ishte i updateuar, po e them në gjuhë moderne tani me historinë e vonë të Europës dhe sidomos asaj të Shqipërisë, ishte e qartë se çfarë përfaqësonte tashmë Britania në lidhje me Shqipërinë nëpërmjet politikës që ajo kishte të përcaktuar me shtetet fqinjë saj dhe konkretisht me Greqinë. Domethënë, mosbesimi ishte aty, përvoja kishte patur plot herë, përsa i përket qëndrimeve që ishin mbajtur edhe në disa vorë të çështjes shqiptare apo të shtetit shqiptar, dhe këtu po t'i referohemi dhe konferencës së ambasadorëve në Londër, pra ku troje shqiptare do soptoheshin, e përforcuar kjo padyshim me Shqipërinë si një shtet i vogël, e përforcuar po ashtu padyshim me qëndrimet dhe politikat e ndjekur nga mbreti Zogu dhe marrëdhëniet që ishin krijuar ndërkohë ndërmjet shteteve fqinje, Shqipëria me shtetet fqinje, padyshim që e çonte Enver Hoxhën drejt një qëndrimi më të kujdesshëm për sa i përket pas luftës, jo luftës, sepse praktikisht, gjatë luftës, kishte një bashkëpunim ushtarak, i cili funksiononte, ndoshta jo ashtu si me vendet e tjera dhe ashtu si do të ishte dëshiruar ushtarakisht edhe nga Ushtria Nacionale Shqiptare dhe Shtabi i Përgjithshëm, por që gjithsesi ishim aleat, pra të pranuar, si të tillë. Problemi do të qëndrojë në konferencën e paqes kur nuk pranohet politikisht kjo aleancë ushtarake që kishte ekzistuar gjatë viteve. Pra, shikojmë që gjatë luftës dhe sidomos në fazën e saj të fundit, nga qëndrimet e kaluara të shtetit të qeveritarëve shqiptarë dhe këtu referuar dhe Ahmet Zogun, padyshim që Enver Hoxha kishte nxjerrë mësimet e tij. Por për sa i përket Ahmet Zogut, sepse pyetja ngel gjithmonë e hapur. Pra ne jemi ende te pyetja që vendet europiane perëndimore kanë kaluar në vitet 60, patriot apo tradhtar. Pra cili është dallimi? Sigurisht është një pyetje që nuk mund të përgjigjet lehtë. Mund të flasim për qëndrime të gabuara, të cilat kanë patur një impakt negativ ndaj çështjes shqiptare në tërësi apo pavarësisht shtetit shqiptar. Dhe nëse e gjykojmë sot historikisht Ahmet Zogun, e gjykojmë për faktin që Shqipëria do të humbte pavarësinë kombëtare. Pra ky është fakt. Për sa i përket arsyeve, sigurisht që nuk ka asnjë monark, asnjë edhe sot e vëmre për fat keq në Shqipëri që pushteti nuk lëshohet lehtë. Dhe për më tepër një pushtet si ai që kishte Ahmet Zogu, që kishte gjithçka në dorë dhe që lëviz nga autokracia në diktaturë. Pra duhet ta themi qartë që pushteti që Ahmet Zogu instaloi mbas rikthimit të tij në vitin 1925 lëviz në një shinë apo themi një spektër që vazhdon nga autokracia në diktaturë. Kështu që në këtë pikpamje, ajo që mund të thuhet me plot gojë është që Ahmet Zogu, si kryetar shteti, jo vetëm që është shkaktari që Shqipëria shkoi në këtë pushtim të butë fillimisht ekonomikisht, politikisht dhe ushtarakisht në fund, por po ashtu nuk bëri qëndresën e dur për të fituar vazhdimsinë shtetit shqiptar në kuptimin e njohjes në arenën ndërkombëtare. Sokol të bëj një ndërhyrje. Mua më duket që shtrimi i problemit patriot apo tradhtar. I referohemi shprehjes famshme, që nacionalizmi është reja fundit e maskareve. Pra le themi ka një shtrimi i problemit kështu, unë mendoj që nuk e ndihmon në trajtimin objektiv të historisë. Po sepse e ndan në të bardhë o të zezë. E ndan në të bardhë e në të zi. E drejt. Përgjithsisht për të gjithë autokratët, diktatorët, apo pushtet mbajtësit, le të përdorim këtë term të karakterit të përgjithshëm, ndodh që ata identifikojnë interesat e tyre personale, të pushtetit të tyre, të klasës që përfaqësojnë me interesat kombëtare. Po ta vëshre e bëjnë qëllimisht apo jo qëllimisht? Si ndo? Sepse më kujtohet një shprehje e ndjerit Robert Elsi, i cili thoshte në një intervistë dikur, ai thoshte për doktorin. Për zotin Berisha, i thoshte doktori ka një problem sepse mendon që ajo çka është mirë për të është mirë dhe për Shqipërinë. Ai thoshte këtë në mënyrë gentile dhe të sjellshme apo realisht është kështu? Këtë e kanë bërë të gjithë në një mënyrë ose një tjetër. Edhe Ahmet Zogu, edhe Enver Hoxha, edhe të gjithë sa janë deri tani. Këtë e përdorin që të gjithë për të ruajtur pushtetin e tyre
e përdorin të gjithë, kush më shumë dhe kush më pak. Prandaj, nëse flasim, këtu duhet shohim me veprimet e tyre ata njerëz sa e kanë dëmtuar Shqipërinë, se flasim tani për një regjim jo demokratik, se në demokraci, në fund të fundit, vendos populli me votën e lirë, nëse ekziston vota e lirë. Vendos populli, ky është parimi bazi i demokracisë. Kurse, në të gjitha këto vënde kanë qenë vënde diktatoriale, autokratike, me një pushtet të fortë të njëshit, që nuk do të largohen nga pushteti. Do përgjegjësia mbete e ti, për mirë ose për keq. Patjetër. Atëherë, se s'kemi shumë minuta, dhe duhet prek një tempo që besoj unë shpresoj të kemi mundësi ta prekim të më shumë. Profesor Gjoj, po e nisë minuta merrem me Marin Glenin. Një temë që ha shumë diskutim, fillimi vitet e para pas çlirimit, le temi ato kufit e turbullt midis Shqipërisë dhe Jugosllavisë, më kujtohet një paragraf të një nga librat e Enver Hoxhës ku ai flet për ansamblin e ushtrisë i cili në 47-ën lë për gjysmë dhe kthehet dhe i thret sekretarin e partisë Enverit dhe thotë pse e la tot sepse kur erdhi puna të këndoj himni jon tot u këndoi himni i Jugosllavisë. Pra, le të themi në këto momente sipas te librit i tij së shkruan Enver Hoxha, vindi ajo rezistenca e tij ndaj Titos dhe ambicje së Titos për të glabëruar Shqipërinë për ta bërë republikë të shtatë. Por ama në shkëmbim të saj, ç'a ndodh që Kosova mbetet në temin në territorin e Jugosllavisë. Shpesh kjo i është atribuar në 2-3 dekadat e fundit si një tradhti Enver Hoxhës, pra ai la Kosovën, jashiti Kosovën, themi... Jashiti. Ja dha. Mos e thuaj ti të paktën. Ja dha, unë po citoj tjerë. Pse e kishte? Po citoj tjerë. E parë, e dyta ma, e bëri, kjo ndodhi për shkak të pafuqisë, apo e bëri për të shpëtuar pushtetin e tij personal në Tiranë, apo e bëri për të shpëtuar Shqipërinë? Shqipërinë si entitet. Po. Pasi realisht rrezikojnë që në 47-ën ne të ishim pjesë edhe formale e Jugosllavisë. Atëherë po hesht atje këtë çështje. Se ka një fillim. Fillimi është lufta e dytë botërore, në të cilën komunistët shqiptarë dhe komunistët jugoslav u rreshtuan në anën e durt, themi. Organizuan rezistencën dhe Jugoslavia është quhet një ndër 4 vendet që ka bërë rezistencën më të fortë nga vendet e pushtuara. Dhe Shqipëria gjithashtu. Aty e fut Martin Gilbert, që është historiani më i mirë i luftës dytë botërore. Ama problemi i Kosovës është trajtuar që gjatë luftës, e thot Enveri, po se thot vetëm Enveri, e thonë edhe anglezët, e thonë edhe të huajt. Ai e ka shtruar problemin dhe fakti që vetë dokumentat jugoslave e pranojnë që konferenca e Bujanit është bërë në 23-24, do më të në 1 janar 24. Ditët e parat e janarit, ditë e fundit e dhjetorit, është bërë, do më thënë, kam pasur dorë Fadil Hoxha, po themi dhe komunistët kosovar, apo jo, ka pas dorë edhe Enver Hoxha, madje edhe Miladin Popovici, i cili ishte rreshtuar, se Miladinin, do më thënë, gjykohet paushal, në mënyrë të përcip, do të thosha, sikur si njësoj si Stefan Mungosha, Dušan Mungosha edhe Popovici. Ishin Sërb, ishin Jugoslav, Miladini njerës që edhe Sërb, ishte Malazez, dhe që aty fillojnë problemet, do me thënë se është ndryshe Malazezi, ndryshe Sërbi, po s'ka rëndësi, Miladin Popovici është larguar nga Shqipëria, pikërisht sepse ishte që Kosova të bashkoj me Shqipërinë, si që vendos dhe në Bujan, dhe a i ka pas dorë në Bujan, konferencën e Bujanit. Edhe Miladini dhe Enveri, edhe Fadil Hoxha, e thot dokumenti i botuar nga kolegët kosovarë madje. Kështu që problemi i bashkimit të Kosovës me Shqipërinë është shtruar edhe gjatë luftës. Dhe në 40, ta themi dhe këtë, do më thënë, në 46-ën, kur Enveri bëri vizitën e parë në Beograd, ka një raport shumë të ambasadorit sovjetik në Beograd, i cili aqon Komiteti Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik,
ku i thot, bisedova me ambasadorin Gjegjen, me ambasadorin Jugoslav që shoqëronte Enver Hoxhën në Beograd. Dhe i thash, si shkuan bisedimet e shoku Tito me shokun Enver? Shumë keq, më tha. Si e tha shumë keq? Po tha, sepse sa zbriti nga avioni Enver Hoxha, i kërkoi të mbante fjalën Titos, bashkimin e Kosovës me Shqipërinë dhe ja kërkoi në mënyrë të papërshtatshme, se fjalët kanë rëndësi. Me arogancë, do me thënë që e kishte Enveri, po me i tonë caktuar. Atëherë, Maringlen, ke vetëm 60 sekonda për të përgjigjuar kësaj pyetje që është shumë rëndësishme. Pra Enveri e braktisi Kosovën, e shkëmbeu atë në shkëmbim pushtetit për turë dhe pushtetit personal, apo bëri një akt që shpëtoi Shqipërinë si entitet shtetëror vetvete. E para s'mund t'japësh diçka që nuk e ke, sikurse edhe profesor Plumbi e preku pak më përpara, ndoshta u besoi më shumë gjatë luftës premtimeve të bëra qoftë në pikpamje ndërkombëtare për sa i përket parimit vetë vendosjes, po ashtu edhe sjelljes së Titos gjatë luftës, e cila shkrete kundërta pas luftës për sa i përket çështjes së Kosovës. Maringlen, faleminderit shumë, profesor Quve, ishte kënaqësi të kisha në program, faleminderit Pascal Milo, ishte vërtet kënaqësi të bënim një emision tillë në këtë ditë historike, e cila kujtohet pak, është dita kur shqiptarët vetë u mbledhën të organizuar pa liderët e tyre shtetëror dhe politik për të mbrojtur atë dheun e tyre. Se çfarë liderët politik janë, sot e patët një ide, e keni ide kur shihni për ditë ato në ekran. Kështu që leksionet nxjerrini vetë. Kthehemi nesër në orën 8 me Ristori. Deri atëherë nga Sokol Balla, natë e mirë.